Dhe ajo çfarë është edhe më shqetësuese është përshkallëzimi sikur se thatet ju për te faktit që luftimet kanë qenë ndërmjet Shtetet Bashkuara dhe Izraelit nga njëra dhe Iranit nga ana tjetër, kemi një përpjekje të Iranit për ta përshkallëzuar situatën duke goditur vende të tjera në rajonin e lindjes mesme në pretekstin e bazave amerikane që gjenden aty, por dhe duke i tejkaluar atë sikur se kemi parë nga raketë të cilat janë nisur të drejt vendeve ku nuk ka pasur baza ushtarake amerikane ose ku shënjestër kanë qenë rezidenca dhe zona rezidenciale civile dhe jo baza ushtarake. Impakti, problematika kryesore për Shtetet Bashkuara është tek ekonomia globale, se si po ndikon kjo luftë dhe përpjekja, kërcënimet, sikur se përmendët dhe ju, të Iranit për të goditur ato zonat specifike të përpunimit të naftës dhe të gazit natyror në mënyrë që të ndikohet te rritja e çmimit në shkallë globale, është një situatë e cila është problematike për vetë impaktin që ka tek vende po aq të larta sa Kina, fjala vjen, ose dhe Europa, meqense flasim për rajonin në Europë, është një situatë e cila ka mundësi për të përshkallëzuar dhe më shumë dhe në fakt përpjekja është për ta mbajtur të përqendruar konfliktin tek Irani dhe tek neutralizimi i kërcënimeve që paraqet regjimi atje, por në fund të ditës është e vështirë parashikoj se çfarë do zëvendësoj atë, ose nëse do të kemi një tranzicion politik në Iran, ose përkundrazi regjimi do të jetë i aftë për të qëndruar dhe për të zgjatur jo vetëm konfliktin, por edhe qasjen destabilizuese që ka pasur për gjithë rajonin. Presidenti Amerikan Donald Trump bëri të ditur skenarin më të keq të mundshëm të kësaj ndërhyrjeje që u përmbush vetëm disa orë nga deklarata e tij që ishte vazhdimësia e regjimit Ayatollahëve. Izraeli kërcënoi menjëherë se do ta eliminonte edhe liderin e ri suprem që është djali i Khameneit. A janë këto shenja se lufta do të arrijë në një shkallë edhe më të madhe, duke ditur që regjimi dhe le ta themi kështu diktatura Ayatollahëve do të vazhdojë? Po, ne kemi parë në një pjesë të komenteve publike që një pjesë e vëzhguesve kanë qenë të mendimit dhe të përpjekjes për të dëshiruar një zgjidhje si ajo në Venezuelë, ku patëm një eliminim të zotit Maduro nga pushteti, një heqje të tij nga pushteti dhe sjelljen e tij në Shtetet Bashkuara për të gjykuar nga gjykatat amerikane dhe në krye të regjimit në Venezuelë u vu në fund të ditës zënës presidentja, e cila pavarësisht se ishte më përpara në lidhje të afërt me Maduron, sigurisht që reflektoi një qasje politike krejt ndryshe dhe një periudhë dialogimi dhe hapjeje, jo vetëm kundër Shtetit Bashkuara, por edhe kundër vendeve të tjera të Amerikës Latine. Një pjesë e komentuesve kanë dëshiruar një gjë tillë për Iranin, por situata në Iran është mjaft komplekse, mjaft më komplekse se kjo për shkak të vetë natyrës së regjimit atje. Është një regjim mjaft më konsistent, mjaft me më kohezion të brendshëm dhe mbi gjitha një regjim ideologjik në fund të ditës, një politikë e cila nuk përqafohet thjesht për interesa ditore, por edhe për ideologjinë që përfaqëson dhe të cilës si nënshtrohet. Në këtë sens, vështirësia për një tranzicion politik është mjaft më e madhe, megjithatë kur kemi mungesën e alternativave të dukshme të cilat mund të kemë mbështetje popullore për ta zëvendësuar atë. Pakënaqësia është shumë e madhe dhe kemi parë me protesta të shpeshta për gjatë dekadave tashmë, por më rishtazi në protestat e janarit, të cilat u shtypën me dhuntë dhe represion të jashtëzakonshëm nga regjimi, duke lënë pas mijëra të vdekur. Dhe kjo reflekton pikërisht shkallën e pakënaqësisë ndaj regjimit, por në kushtet e një mungese të një alternative të drejtë për drejtë dhe të një kohezioni që vazhdon pavarësisht eliminimit të figurave kryesore politike dhe të aparatit të sigurisë në Iran, tregon që është një situatë e vështirë për të gjetur një zgjidhje të shpejtë dhe të drejtë për drejtë për zëvendësimin e regjimit me më së paku një entitet politik tranzicional që do të hapte mundësinë për zgjedhje të mirëfilluta, të lira dhe për mundësinë e përfundimit të këtij misioni të nisur nga Republika Islamike dekada më parë me revolucionin islamik dhe që për fat të keq ka sjell jo vetëm destabilitet në rajonin e lindjes mesme, por mbi të gjitha represionin e vet popullit iranian.